Në Kosovë zgjedhjet parlamentare nuk ndjekin më logjikën e demokracive të konsoliduara, por të sistemeve që kthehen vazhdimisht në pikën fillestare të krizës politike. Do të votojmë bashkë, do të fitojmë bashkë, e do të festojmë bashkë. Nga jashtë ato nuk shihen si forcë votës, por si dobësi e qeverisjes. This is very disappointing. E cila kthehet në argument kundër veç shtetësisë funksionale të Kosovës. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Zgjedhjet në Kosovë nuk mjaftojnë më për të vlerësuar cilësinë e demokracisë nëse nuk ndiqen me qëndrueshmëri institucionale. Bllokimet e shpeshta pas zgjedhore kanë ndryshuar mënyrën se si vendi perceptohet ndërkombëtarisht, duke zhvendosur fokusin nga procesi zgjedhor te kapaciteti për qeverisje. Më 7 qershor Kosova shkon në zgjedhjet e treta parlamentare brenda 18 muajve. Një ritëm që e largon ciklin zgjedhor nga normaliteti demokratik dhe e vendos atë në logjikën e krizës së përsëritur. Vetëm 6 muaj më parë, zgjedhjet prodhuan një fitues të qartë, lëvizjen vetëvendosje me mbi 51% të votave, që në kushte normale do të nënkuptonte stabilitet politik. Por dështimi për zgjedhur presidentin e ri të shtetit aktivizoi afatet kushtetuese dhe ktheu vendin sërish në kutit e votimit. Fushata është tashmë në lëvizje të plot me tubime, takime, fjalime, por përmbajtja e saj mbetet e kufizuar. Më shumë akuza dhe kërkim përgjegjësish për ato që ka ndodhur dhe më pak ide të reja për zgjidhje apo rrugë përpara. Na nuk kena pas nevojë edhe për një fitore. Mirë po, bloku opozitor ka nevojë për një humbje. Ata që kishin mundësinë dhe përgjegjësinë për të udhëhequr, zgjodhen të mos veprojnë. A do ta lëmë Kosovën të lodhet nga përçarja dhe nga krizat e njëpasnjëshme, siç po dojnë të tjerët? Mbi 2 milion qytetarë me të drejtë vote do të mund ta japin përgjigjen në flet votime. Por për vëzhguesit ndërkombëtar të zhvillimeve në Kosovë, pritshmëria shkon përtej pjesëmarrjes në zgjedhje. Ishi i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën Wolfgang Petrish thotë se mes pasigurisht të mëdha globale, votuesit duhet të sillen si qytetar aktiv dhe kërkues, duke i dërguar mesazh të qartë udhëheqjes politike se bllokimet e zgjatura institucionale nuk janë më të pranueshme dhe se institucionet duhet të funksionojnë. I don't want to mingle in domestic politics and I don't. Unë nuk dua të përfshihem në politikën e brendshme dhe nuk e di se si do të zhvillohen zgjedhjet e ardhshme, por në një farë mënyre qytetarët duhet t'i thojnë partisë dominuese dhe liderit të saj, tani është koha të veproni, bëni diçka. The dominant party leader, listen, now do something. Petrish thotë se zgjedhjet e shpeshta, rivalitetet personale dhe mungesa e kompromisit po e lën Kosovën jashtë një momenti kyç, teksa po riformësohet arkitektura e sigurisë dhe politikës në Evropë, mes luftës në Ukrainë, tronditjeve në lindjen e mesme dhe dobësimit të garancive amerikane. Sipas tij, në vend që të shfaqet si një demokraci e vogël por e besueshme, Kosova po perceptohet si një pikë shtesë pa qëndrueshmërie në skajin e Evropës. Ai thotë se 18 muaj pa qëndrueshmëri institucionale janë tepër për një shtet me siguri të brishtë si Kosova dhe paralajmëron se kjo situatë u jep argumente të tjera 5 shteteve të BE-s që nuk e njohin ende pavarësinë e saj për t'i kthyer rezervat e tyre të mëparshme në një pretendim më bindës se Kosova nuk funksionon dot si shtet i plot. What should we recognize? Çfarë të njohim? Që një vit e gjysmë nuk mund të ketë qeveri stabile, nuk mund të zgjedhin president. Pra, bëhet fjalë për një humbje dramatike të besimit se Kosova po përpiqet të jetë dhe të bëhet një shtet serioz. A serious state. Bashkimi Evropian si tërësi, pa u përfshirë drejt për drejt në procesin zgjedhor, ka reaguar disa herë ndaj blokadave duke kërkuar formimin e institucioneve dhe daljen nga ngërçi politik. Gjatë një vizite në Prishtinë në mes të majit, komisionarja për zgjerim e BE-s Marta Kos u ka bërë thirrje forcave politike të gjejnë gjuhë të përbashkët për të ndërtuar institucione të qëndrueshme në mënyrë që vendi të mund të ecë përpara
në rrugën drejt bllokut evropian. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar se bllokimi i vazhdueshëm politik dëmton besimin në institucionet e Kosovës. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë më herët këtë muaj, një zëdhënës ka thënë se pret që të gjitha forcat politike të bashkëpunojnë për interesin më të mirë të qytetarëve të Kosovës. Javën e kaluar, Departamenti i Shtetit i ka ofruar Kongresit edhe raportin e vet të parë për Ballkanin Perëndimor si obligim i ri ligjor ndaj të ashtu quajturit ligj për demokraci dhe prosperitet të Ballkanit Perëndimor, ku përfshihet edhe Kosova. Raporti thekson se koha kur SBA-ja ka udhëhequr proceset e ndërtimit të shteteve ka përfunduar. Administrata është e fokusuar në fuqizimin e aktorëve lokal për të zgjidhur vetë sfidat e tyre, pa u mbështetur tepër te ndërhyrja apo mbikëqyrja ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ofrojnë mbështetje aty ku përfshirja e tyre kërkohet dhe ku shërben interesave të tyre. Raporti thekson po ashtu se SBA-ja vazhdon të marrë pjesë në misionin e NATO-s në Kosovë, që mbetet thelbësor për sigurinë dhe lirinë e lëvizjes, si dhe të mbështesë transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë profesionale të mbrojtjes territoriale. Liza Homel, drejtoreshe e Qendrës për Evropë në Këshillin Atlantik, e konsideron këtë si një sinjal domethënës se SBA-ja po vazhdon angazhimin e saj me Kosovën. Ndaj Kosova duhet të veprojë si një aleate e përgjegjshme dhe proaktive për ta ruajtur këtë mbështetje. Nëse do t'jepja një këshill, do t'ishte kjo: të shihet më gjerë situata dhe të lihen më një anë mosmarrveshjet e brendshme, bllokadat dhe debatet e vazhdueshme. Të mendohet për atë që i sjell përfitim rajonit dhe popullsisë në 5 apo 10 vjetët e ardhshëm, e që unë besoj fort se është integrimi euroatlantik dhe përafrimi me institucionet e BE-s në veçanti. Homel shton se pezullimi i dialogut strategjik vitin e kaluar ka treguar se durimi i SBA-s me politika të papërgjegjshme të qeverisë së Kosovës shteron, ndonse angazhimet për siguri mbeten të pandryshuara. Sipas saj, reformat nuk duhet parë vetëm si mjet për integrim të afërt në BE, por si vlerë në vetvete. Si shembull paralajmërues, Homel përmend Maqedoninë e Veriut, e cila dikur një histori suksesi është bllokuar nga mosmarrveshjet dhe ngërçet e brendshme politike. Kosova ka ambicie për të antarësuar në BE dhe në NATO, por ende ka 5 shtete të BE-s që nuk e njohin dhe dialogu me Serbinë është i bllokuar. Në këtë situatë, vendi nuk e ka luksin të mbetet i ngërthyer në kriza të brendshme politike, pasi ato e pengojnë përparimin, si dhe aftësinë për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të nxitur zhvillimin dhe rritjen ekonomike. Të dy ekspertët theksojnë se në kontekstin e paqëndrueshmërisë globale, shembjes së rendit liberal të pasluftës së dytë botërore dhe përkeqësimit të sigurisë në Evropë, Kosova duhet të shfrytëzojë çdo hapësirë për të ecur përpara, sidomos në dialogun me Serbinë që vazhdon ta bllokojë në shumë fronte, në mënyrë që kur të ndryshojë klima politike ndërkombëtare, të mund të dëshmojë se ka bërë pjesën e saj. Petrish është i qartë se zgjidhja e kontestit me Serbinë nuk është çështje fitore apo humbje ndaj serbëve, por domosdoshmëri për përmirësimin e jetës së përditshme dhe forcimin e shtetësisë për qytetarët e Kosovës. Politika ka përgjegjësinë absolute të punojë për një zgjidhje dhe kërkon edhe guxim. Nuk mund të këmbgulësh vetëm në parime, serbët janë të këqinj sepse na kanë vrarë. Kjo është e qartë, por politika ka të bëjë me të ardhmen. E kaluara nuk duhet harruar, por duhet mësuar prej saj dhe të bëhet diçka që krijon një të ardhme më të mirë për njerëzit tuaj. Vëzhguesit si vendor ashtu edhe ndërkombëtar konsiderojnë zgjedhjet si një nga elementet më të konsoliduara të sistemit politik në Kosovë. Në vlerësimet e tyre, ato përshkruhen si konkurruese dhe në përputhje me standardet bazë demokratike, me transferim paqësor të pushtetit dhe pjesëmarrje aktive të qytetarëve. Megjithatë, në disa raste është bërë edhe krahasimi me Bullgarinë, e cila në 5 vjetët e fundit ka kaluar nëpër 7 cikle të njëpasnjëshme zgjedhore
pa arritur të prodhoj stabilitet institucional. Homele e përmbledh këtë ngërç si mungesë përgjegjësie ndaj votuesve. Vullneti i qytetarëve merr kuptim vetëm kur të zgjedhurit arrin të ndërtojnë institucione funksionale dhe kjo kërkon kompromis e lëshim pe. Njerëzit tashmë janë të pakënaqur, por kur të kuptohet më qartë, kostoja e mbetjes prapa mund të ketë më shumë presion dhe lëvizje se sa deri tani. Nga perspektiva e politikave të BE-s, Petrić e sheh edhe diasporën e Kosovës si një aset strategjik, pasi, siç thot ai, ajo funksionon me sukses brenda sistemeve të sundimit të ligjit në BE, ndërsa vendi i origjinës mbetet i bllokuar nga mungesa përgjegjësisë dhe kompromisit politik. Ai nxit ata që do të votojnë më 7 qershor që t'i dërgojnë mesazh të qartë udhëheqës politike për të vepruar. Vetëm në këtë mënyrë, diaspora mund të sjellë standarde evropiane të llogaridhënies në politikën e Kosovës dhe ta afrojë vendin më bindshëm me BE-n, përfundon Petrić. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropailir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten ardhshme. Mirëmbëjtje.